Përshëndetje për gjithë. Sot po duhem me fol për këtë djaloshin e vogël i cili ju ka shtuar skenës të aktrimit në Kosovë dhe ai është vetëm 14 vjeçar. Atëherë, hajde ta shikojnë atë pjesën që ka aktruar kë, pastaj kam do fjalë dhe ju tregoj sa më shumë info për aktorin më të ri në skenën e Kosovës. Mata Sali, mos ma vroj bomë. Mos ma vroni bomë. Mata Sali. Mos ma vroni bomë. Hej, Lolini, kush nuk të të vroni? Të gjithë kena fol për pjesën se sa mirë është bë ky film. Por aktori i vogël që ju ka shtu Kosovës, ai është Orges Velio. Është vetëm 14 vjeçar. Ai vjen prej qytetit më të mirë në Shqiptari, e cila quhet Drenica e legendarit Adem Jashar. Pra, shqyr prej Zotit që po na shtuhen kësi njerëz të hajrit, por dua që t'ju lëz diçka. Jo që më ndjekni mua, edhe më keni ndjek non-stop. Hajde shkojnë atja bojna follow e të ngrisum sa manal këtë super aktor, sepse e meriton. Ma mirë sa e ngrisim një degenerim, ta ngrisim këtë super djalosh i cili ish edhe ndjek se videot mija, që kur më shkrujti mend zis kum prit me shpërnda, sepse njerëzit që të vlerësojnë dohet me vlerësu gjithë. E prandaj, po ju lus, jeni ton e bënja follow, unë ato e bëj tag, edhe hajde ta mbështesim t'i mbrin majat e sukses. Por për fund deshta mi olque edhe një pjesë që e ka bat që për një me bën me lët kjo pjesë, se sa bukur e lumë pjesën që aj e ka për rolin e tina. Gjy, on që ma një brendikosh, gjy, os një ma një dikosh, Sinqerisht unë kur e kum po për herë të parë kum kajt sepse qash mirë që e lujke sa që për një me mu dëke si kur me kom për një me. Prandaj po ju thëm me zemër hini e mbështet në këtë super djalosh.